Përshëndetje miq, nga kjo varg e Kristofor Kolombit, që është nis pikërisht nga ky pozicion, me dy vargat e tjera të vogla. Kjo është varga kryesore. Dhe miqtë e mi, për 36 ditë Kristofor Kolombi nga kjo pikë e Huelvës ka mbritur dhe ka zbuluar Amerikën. Atë Amerikë që ne gjithë sot e kemi shemull dhe duam që ta ndjekim dhe të bëhemi si ajo. Tashi miqtë e mi, 36 ditë ju kanë dash atij burrit madh që të gjej atë vend mrekullueshëm, atë vend që është busulla e njerëzimit. 36 vjet kemi ne, ngjit me Greqinë në Europë, ngjit me Italinë në Europë, me ata qenë në politikë që lefin non-stop edhe rinë duke kafshu njëri tjetrin, duke bosi patriot të mdhej, për qarë? Vetëm për me kap një vend edhe për me grabit. Ti vit turp që bëjnë si qenë edhe sot, që ne po shofim atë perëndimin atje ku duam të shkojmë. Dhe jemi që të gjithë mbi bark. O do ta mbrim atë perëndim, o do t'ikim drejtim pa ditur si komb, sepse pjesa më mirë ati kombi, rreth 55% janë të integruar atje. Ndërsa në atë vend ka mbet pakica me qenë që lefin, vetëm për meneret e veta. Lëreni drejtsin të bëj punë e vetë, o qenë, dhe boni që të gjithë bashkë një herë për ne, për kombin tonë, që të kemi mundësi të shkojmë atje ku e meritojmë dhe të hesim për para për fëmijët tanë. Një gjoni këtë thirrje, mos rini duke bot të atër, o burrat poshtën e burrat këqit ati kombi.